Detajet të tjera kanë dalë në dritë në lidhje me vrasjen e Ilaria Sulës nga ishi dashuri i saj filipinez Mark Samson. Në një letër drejtuar prokurorëve të Romës që po hetojnë çështjen, ai shpjegoi versionin e tij të vrasjes së studentes shqiptare. Nga ora 22:15 e 25 marsit deri në mesnatë folën për marrëdhënien tonë, për faktin se më shqetësonte se isha i lodhur duke pritur dhe ndërkohë kërkonte njerëz të tjerë për t'u lidhur, shkroi 23 vjeçari në letër, të cilët jep fazat i paraprin goditjes me thik të studentes shqiptare. Ngjarja ndodhi në apartamentin ku jetonte Samson me prindërit e tij. Po bëhej vonë, kështu që ajo më pyeti nëse mund të qëndronte natën në shtëpinë time. I thash disha pijama që të flinte rehat, ushtrim në shtratin tim dhe filluam të flasim për gjërat e mira që kishim përjetuar së bashku, për vojat, udhëtimet dhe nofka që i vinin njëri tjetrit, thot më tej Samson. Në letër ai zbulon dhe një detaj me trupin e mbyllur në një valixhe brenda makinës. Samson rrëfej se ndaloi për të blerë cigare dhe një çakmak në një dyqan. Trupi pa jetë i Ilarias u gjet në 2 prill, ndërsa rezultonte e zhdukur që për 25 marsit. Mark Samson, pasi e goditi 3 herë me thik në banesën e tij, trupin e 23 vjeçares e fut në një valixhe dhe hodhi në një zonë hyjore jashtë Romës.